çfarë thon studimet për përqafimin nga prindër, një përqafim nga nëna, është vërtet ilaçi më i mirë, thot një studim i ri. Foshqent japoneze, si të rinjtë ashtu ata 4 muaj, tregojnë ritme më ngadalta të zemrës gjatë përqafimeve nga prindërit e tyre, krahasuar me përqafimet nga një huaj, shkruan Daily Mail. Foshqent në një veç treguan intervale më të gjata midis rrarjeve të zemrës së tyre kur ishin duke përqafuar, sesa thjesht kur mbaheshin, duke sugjeruar nivele më të mëdha relaksimi. Studimi ofron disa nga provat e para për përqafimet, jo vetëm që mbajnë dhe luajnë një rol të rëndësishëm në lidhjen e hershme midis prindërve dhe fëmijëve të tyre. Studiuesit raportojnë se prindit dhe foshqent të dy shfaqen një rritje gjatë një përqafimi në interval interbit, pra niveli ndërmjet rrahjeve në një elektrokardiogram.